Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani qershi, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Një nga frutat më të shijshëm të verës, qershitë e kuqe dhe të freskëta, kanë në veti që i bëjnë ato thelbësore për dietën tonë. Ato zvogëlojnë inflamacionin, përmirësojnë gjumin, përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe përshpejtojnë rikuperimin pas tërvitjes, duke promovuar kështu shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Në këtë video do të listojmë disa nga përfitimet shëndetësore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti sipas health.com. Ato janë plot me lëndë ushqyese. Të gjitha varietetet e qershive përmbajnë shumë lëndë ushqyese, fibra, vitamina dhe minerale. Vitamina C është e rëndësishme për forcimin e imunitetit dhe lëkurës, ndërsa kaliumi është thelbësor për muskujt, funksionin nervor dhe rregullimin e presionit të gjakut. Qershitë janë një burim shumë i mirë i fibrave që kontribojnë në funksionet e duhura të tretjes, duke ushqyer sistemin tretës me baktere të dobishme për zorët dhe duke arritur kështu lëvizshmërinë e zorëve. Së fundmi, ato ofrojnë vitamina të kompleksit B, vitaminën K, mangan, bakër dhe magnez. Ato janë të pasur me antioksidant dhe komponent antiinflamator. Përqendrimi i lartë i përbërjeve bimore të qershitë mund të jetë përgjegjës për përfitime të shumta shëndetësore që ky frut do të ofrojë në organizmin tuaj. Në veçanti, përmbajtja e tyre e lartë e antioksidantëve kontribon në luftën kundër stresit oksidativ, një gjendje e lidhur me shumë sëmundje kronike si plakja e parakohshme. Në fakt, një rishikim i studimeve zbuloi se ngrënia e qershive redukton në mënyrë efektive inflamacionin në 11 deri në 16 studime që është shënuesi stresi oksidativ. Qershitë janë gjithashtu të pasur me polifenole, një grup i mirë i kimikateve bimore që ndihmojnë në luftimin e dëmtimit qelizor, reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm. Dieta të pasura me polifenole mund të mbrojnë kundër gjendjeve kronike duke përfshirë sëmundjet e zemrës, diabetin dhe disa lloje të komplikacioneve. Ato përmbajnë gjithashtu karotenoide si beta-karoten, vitaminën C, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Nxisin rikuperimin pas ushtrimeve. Ulëntimet tregojnë se komponentët antiinflamator dhe antioksidues të qershitë lehtësojnë dhimbjen, dëmtimin dhe inflamacionin e muskujve të shkaktuar nga stërvitja. Në veçanti, qershitë janë zbuluar se përshpejtojnë rikuperimin e muskujve, zvogëlojnë dhimbje dhe parandalojnë humbjen e forcës atletëve, ciklistëve dhe vrapuesit në maratona. Për më tepër, disa prova sugjerojnë se qershitë përmirësojnë performancën e ushtrive. Një studim i 27 të vrapuesve të qëndrueshmërisë treguan se ata që konsumonin qershi patën një performancë më të lartë. Ato përfitojnë shumë për shëndetin e zemrës. Rritja e konsumit të këtij fruti të pasur me lëndë ushqyese si qershia mund të veprojë edhe si një mënyrë e shijshme për të mbritur zemrën, pasi shumë studime tregojnë se dieta të pasur me fruta mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Qershitë janë të pasur me antioksidant të fuqishëm, antocianin, flavonoide dhe katekin, të cilët mbajnë zemrën e shëndetshme duke mbrojtur kundër dëmtimit të qelizave dhe duke reduktuar inflamacionin. Në fakt, një studim nga 84.158 njerëz zbuloi se konsumimi i lartë i polifenoleve të tilla mund të reduktojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër gjatë 5 viteve të fundit. Përmirëson gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Përfitimet shëndetësore sa u përket përmirësimit të gjumit mund t'i atribuohen përmbajtjes së tyre të lartë me përbërje bimore. Përveç kësaj, qershitë përmbajnë melatonin, një substancë që ndihmon në rregullimin e ciklit të gjumit. Një studim i 20 njerëzve tregoi se përfshirja e qershive në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë e organizmit dhe duke arritur cilësinë e gjumit. Një mënyrë të ngjashme ka treguar se konsumi i përgjithshëm i qershive do të reduktojë pagjumsinë dhe do të jetë një nxitës shumë i mirë edhe për rritjen e vlerave të tij. Konsumi një tasi me qershi në darkë përmirëson cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershitë ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit të njeriut. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet që të konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëng të freskët të sapo shtridhur për të marrë këto përfitime. Qershitë ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë i antocianinës që thot një shëndet më të mirë të memorjes. Ky frut shumë i shijshëm ndihmon trurin dhe përmirësimin e funksioneve të tij në përmirësimin e memorjes ndër vite. Janë të mira kundër sëmundjeve të dëmshme. Një dietë sa më e pasur me qershi mund të ulë rrezikun nga prekjet e sëmundjeve të radikaleve të lira.
duke qenë se janë të pasur me fibra promovojnë tretjen e mirë dhe ulin rrezikun e problemeve të zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e ahtëta të cilët përmbajnë enzima janë të mira në këtë rast. Ndihmojnë në kundër problemeve të zemrës. Qershit e ahtëta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak dhe i dhurojnë trupit shëndetin e mirë. Ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak, duke u bërë një zgjidhje adekuate për shëndetin tuaj. Antioksidantët që përmbajnë qershit janë të mirë për radikalet të lira dhe luhatjet e sheqerit. Ndihmojnë gjithashtu për të pasur edhe një ndikim më të mirë për kockat. Qershit janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor i sëmundjeve të artritit dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shanset e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin në organizëm dhe problemet e presionit të ulët dhe të lartë të gjakut, duke u kthyer në një alternativë më të mirë për shëndetin tuaj. Këto fruta të kuqe, për shumë njerëz, janë ëmbëlsia e preferuar e verës. Janë një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lënçet e trupit që të rregullojnë punën e zemrës dhe presionin të gjakut. Ato kanë në veti të mira antiinflamatore. Në sajt e efektit të fortë antiinflamator, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten aleate të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave e shoqërohet me procese inflamatore që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti. Gjithashtu, sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë janë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Nëse vuani nga problemet e tretjes, atëherë qershia do të jetë një zgjidhje unike për dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e këtij fruti si një zgjidhje mjaft të mirë për të përmirësuar sistemin tretës dhe për të parandaluar komplikacionet e tij. Ndaj, mund të jetë një nga arsyet më të mira. Përveç acideve të tyre mbrojtëse për sheqerin frutor, qershit stimulojnë punën e zorrëve, lëukthit, pankreasit dhe stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe lehtësojnë sistemin e zemrës, qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçinë dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e dëmtimit të kockave dhe dhëmbëve dhe parandalojnë prishjen e tyre. Janë të mira kundër rrullave dhe plakjes. Qershit rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga astma dhe alergjitë, si dhe për ata që duan një lëkurë më të bukur, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antocianinë, të cilat forcojnë indet lidhëse dhe pengojnë formimin e rrullave, duke shkatruar enzimat të dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershit gjithashtu janë shërues natyral të celulitit sepse mund të parandalojnë krijimin e tij. Qershit gjithashtu përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson edhe sistemin nervor dhe ndihmon kundër nervozizmit, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon te përmirësimi i gjumit. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi kanë pirë për 2 javë një gotë me lëng qershie. Ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori të ulët, në 100 gram ka vetëm 63 kalori, që janë shumë të shkëlqyera për një dietë efikase. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta ndikojnë në ngopje. Ashtu si shumica e qershive që kanë kalium, ato janë një e mirë për të larguar ujin e tepërt nga trupi. Ulëntuesi në Universitetin e Michiganit thonë se ato përmbajnë element që zvogëlojnë sasinë e yndyrës në trup. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.